Leximi i Kuranit ja rrit imanin e besimtarit, siç është besimi i ehli sunetit se imani shtohet dhe paksohet. Dhe për këtë flasin shumë argumente fetare. Thot Allah subhanahu wa taala duke i përshkruar besimtarët e vërtet, thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Me të vërtet besimtarët të denj, të vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu i rrënqethen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur atyre ju lexohen ajetet e Kuranit, ju shtohet besimi, ju rritet besimi i tyre, imani i tyre. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe ata të cilët i mbështeten Zotit të tyre, Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak pra Kurani është prej shkaqeve më të mëdha të qëndresës në fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse ja shton imanin besimtarit. Dhe kur i shtohet imani, kur i ngritet imani besimtarit, detyrimisht edhe rrugtimi i tij në rrugën e drejtë do të jetë më i fuqishëm.